që nga fillimi i pandemisë, ekspertët kanë paralajmëruar se do të ketë implikime me shëndetin mendor, me që problemet e kësaj natyre kanë qenë evidente qysh nga fillimi i pandemisë, më saktësisht nga mbyllja e parë. Samir Exhepi, drejtor dhe neuropsikiatër në Qendrën e Shëndetit Mendor në Prishtinë, tregon për grupet e njerëzve që po i vuajnë pasojat e pandemisë. Tash kemi dy grupe, ata të cilët e kanë kalu smundjen, COVID-19, edhe ata të cilët nuk e kanë kalu smundjen dhe janë në ethet të pritjes apo friga prej infekcionit i cilo është shumë e madhe. Por një problem tjetër po paraqet se në stresin ekzistues i cili po zgjat më tepër se një vit, kemi ristresim të popullatës për shkak të sojt tjetër, tipit anglez apo Afrikës jugore, që po e shkakton edhe një frikë shtesë në popullat. Pacientët që kanë përfunduar Covidin me simptomat më të rënda, sipas doktor Samir Exhepit, po përballen me çrregullimet e gjumit, ankth një shkallë shumë e ulët të tolerancës, e cila po ndikon në ngritjen e shkallës sa i përket sjelljeve agresive. Sipas tij, këta persona më vështirë po e rimarrin veten. Friga prej vdekjes është më shumë e theksuar te ata që e kanë kalu smundjen, e posaçërisht tash është friga se imuniteti mund të zgjas vetëm 6 muaj, do të thotë nuk ka një siguri se nuk do të përsëritet. Smundja është çështja e vaksinimit, ku i kem tash dy grupe, një pjesë e cila po heziton me u vaksinu mu për shkak të shkrimeve të shumta për shkallën e efekteve anësore, që nëse mirët në proporcion me popullatën e cila është vaksinuar, ajo është plotësisht e parancishme në kuptimin statistikor. Pa parashikueshmëria e virusit dhe mënyra se si qytetarit informohen rreth kësaj sëmundjeje është ajo që po sjell probleme, thot doktor Samir Exhepi. E tëra kjo ka bërë që numri i pacientëve që kërkojnë ndihmë në Qendrën e Shëndetit Mendor gjatë kësaj periudhe është rritur dukshëm. Fillimisht nuk ka qenë numri i madh i riacarimit të smundjes, por kohëve të fundit po shihet se ka fillu me u rrit dukshëm numri i riacarimeve, po flas për smut kronik, psikiatrik dhe një problem i cili do të përkeqësoj këtë situatë është edhe mungesa e banave, kur e dim se kjo kategori kryesisht jeton prej ndihmave sociale ose një pensionit prej 75 euro, ndërsa vetëm terapia kushton më tepër brenda një muaji. Po, dhe doktor, si po manifestohen këto raste? Te pacientët e smur kronik ka fillu të rritet shkalla e sjelljes agresive, është një çrregullim i plot i gjumit. Shpeshherë në familje nuk munden me e kuptu se e gjithë kjo është pasojë e vetë smundjes, ashtu që edhe raportet brenda familjes po përkeqësohen në masë të madhe. Dhe sa kemi ne kapacitet në Kosovë për t'i ofruar shërbimet e nevojshme këtyre pacientëve të cilët kërkojnë ndihmë çdo ditë kjo? Qendra e Shëndetit Mendor në Prishtinë mbulon përafërsisht 1/3 e popullatës, po dhe në aspektin gjeografik të Kosovës. Është vetëm Qendra e Shëndetit Mendor në Prishtinë dhe një Qendër e Shëndetit Mendor në Podujev, që janë shumë pak për me mbulu 1/3 e Kosovës. Në fakt, kjo Qendra e Shëndetit Mendor në Prishtinë dhe Podujev e ka nga një psikiatër. Në mbikëqyrjen tonë janë diku rreth 1800 pacient, plus tash është rrit mjaftshëm edhe numri i rasteve ambulantore që nuk kanë qenë në mbikëqyrjen e qendrës. Nuk po mundemi me i përmbush gjitha nevojat. Nevojat do t'jenë edhe më të mëdha se nuk po shihet se po i afrohet fundi i pandemisë. Kjo kozgjatje e kësaj lufte me virusin të quajmë, medomos do të manifestohet më vonë me çrregullime pas stresit traumatik, që është një çrregullim kronik për cilin vjen shumë punë, shumë përkushtim për me i
funksionalizu prap njerëzit. Për shkak se çrregullimi pas stresit traumatik në kuptimin e plot fjalës shërim të plot nuk do të ketë. Rexhepi potencoi se populata e Kosovës vetëm se ka qenë në traumë nga lufta e vitit 1998-99 dhe trauma është rikthyer përsëri me shfaqjen e pandemisë. Andaj sipas tij, çrregullimet e post-stresit traumatik do të jenë prezent edhe për 5 vitet e ardhshme. Sa i përket çrregullimeve pas stresit traumatik, ka mjaft raste që po manifestohet problemi tash kanë kalu më tepër se 20 vjet. Edhe ka probleme të cilat manifestohen. Ashtu që edhe çrregullimi pas stresit traumatik që do të jetë pasojë e pandemisë do të ketë për 5 vjet të ardhshme mjaft kështu punë, angazhime, për fat jem shumë më mirë se me njëherë mbas luftës kur kem pas një numër shumë të vogël të psikologëve, kem pas numër të vogël të psikiatrave, tash numri i tyre është më i madh, por mjerisht në aspektin institucional nuk ka shenja të një parapregaditje për një fluks të klientëve që do të kërkojnë ndihmë për shkak të çrregullimit të ankthit apo çfarëdo probleme të shëndetit mendor që do të manifestojnë më vonë. Ajo çfarë na mbetet sa i përket menaxhimit të kësaj situate, neuropsikiatri Rexhepi rekomandon që ta mbështesim njëri tjetrin. Ndjenja e vetmisë vetvety është shumë e rëndë edhe dhem shumë. Edhe shkakton shumë probleme. Ajo si mund ta lehtësojmë të përballemi më lehtë me problemet e shëndetit mendor është përkrahja dhe mbështetja, duke filluar familje. Për fat familja jonë ende i ka trujtura në mas të madhe forcat kohezive që e mbajnë familjen bashkë, edhe ajo mbështetje është e një rëndësie shumë të madhe, se individi nuk ndihet vetë, por ka në kënd të mbështetet ose ka nga kush të përkrahet. Kjo është e njëjta edhe për situatat në vendet e punës, për shkak se do të vjen edhe shkalla e funksionalitetit në vendet e punës të individët, ashtu që të tregohet një mirëkuptim, një mbështetje, një përkrahje për kolegët e punës, e jo të emrohen me njëherë si të papërgjeshëm ose janë bërë ma përtace e nuk po i përmbushin detyrat. Kjo do t'jetë normal si pasojë gjendjes e cila është kriju gjatë pandemisë. Sipas tij, afërsia sociale duhet të ekzistojë, sepse ajo e fuqizon individin, i jep vetbesim dhe ndihmon në ngritjen e forcave imunologjike të vetë organizmit, të cilat më lehtë do t'i bëjnë ballë virusit.